ata që nuk e din. Unë në fakt vitin e kaluar kam pasur mundësinë të shkoj, po pikërisht aty ku është nënshkruar pra marrëveshja e Kumanovës, si erdhi deri tek arritja e kësaj marrëveshje, zoti Buxheki? Pyetja është shumë e mirë se më ktheve dhe si thosh, më ktheve për të analizuar embrionin ku valin. Në fillim të muajit prill, kur po duket që fushata e ajrore natës nuk po jep të rezultatet të duhura. Josh Hafisheri del me nismën e një plani që është plani gjerman ose plani Fischer. Edhe në atë kohë, mos harrojmë se kjo është periudha kur akoma kemi edhe në Gjermani, edhe në NATO, edhe në gjithkund kemi staturat të politikanëve që ishin formuar në kohën e luftës së ftohtë, domthonë diplomat jashtëzakonshëm. Dhe sekretari i shtetit ishte Ischinger. Dhe ai e bëri planin dhe në fillim u prit me skepticizëm edhe nga amerikanë. Ky plan pastaj, i cili në fillim u përqesh, u kritikua, u përveçua si plan evropian dhe më tutje u zhvillua edhe si thosh gjeneza për protektoratën dhe për të marrëveshja e Kumanovës në fakt vjen për planit Fischer.